duke pa ligjin e Republikës Kosovës së Shqipërisë dhe duke pa ligjin e shariatit, cila është më mirë për mendimin tuaj? Ligji i shariatit është i mirë për besimtarët musliman, sepse na kemi me dhënë përgjegjësi para Zotit. Ligji i Kosovës është i mirë për ata muslimanët që nuk kanë njohuri me ligjet e Zotit. Mirë po sepse me ligjin e Kosovës, ose ligji i kanunit, është i mirë për ata që mbahen me tradit. Nuk e dojnë as shariatin, as ligjin e Zotit, as ligjin e Kosovës. Do me thënë, për të gjithë është i përshtatshëm. Mirë po, kur unë e di që unë duhet mi alon pasunin burri, kur vdes burri, jo kur të vdes gruaja. Edhe kalon burri, për shembull, pasuni, si që thash 100.000 euro, edhe i kom 2 vajza edhe 1 djalë, djalit ja jap 2 hise, 50.000, vajzave ja jap nga 25.000. Jam besimtare. Po ligji i Kosovës thot okej, në rregull, neve s'na intereson çka ti pi jep, a pi jep me të lekës, me të lekë du kanunit, apo me ligj Kosovës apo shariatit. Nuk i intereson gjykatës, veç thot si e keni nda. Prandaj, për me dalë unë e pastër para Zotit, edhe vllau im për m'ju bë adhurimet e tia kabul, të pranuarat e Zotit, ai nuk guxon me ma majt peng pasurin time, që e kam të baba jem për shkak traditës, se duhet me heq dorë, apo une nuk guxoj me ja marr vllau tim pasunin, jemi 1 motër, 2 motra e 1 vlla, me nda krejt në 33.300. Nuk guxoj sepse unë i hyj në hak në të drejten e vllaut. Prandaj, ligji i Kosovës është super i mirë. Thot, çush e keni nda, veç na tregoni, na ju shkruajmë. Që kjo e këti, kjo e këti, kjo e këti, kjo e këti. Kaq. Mirë, unë ka për diçka që the, djalit i lan 50%, ndërsa vajzës i lan 25%. Pse nuk është në mënyrë të barabartë, për shembull, 50% djalit, po ashtu dhe vajzës 50%. Shiko, veç pak, mirë se erdhe Gjoxh. Veç pak lutem një përditje. Shiko, i nderuar, unë e thash këtu këtë rastin e mora për 2 vajza e 1 djalë. Do me thënë 2 motra nga 25.000, djali i merr 50.000. Ose po i marrim 1 vajzë dhe 1 djalë. Djali i merr ndahet në 3 pjesë, djali i merr 66.600, vajza i merr 33.300. Pse? Sepse Zoti në Kur'an e ka bë urdhër që burrat meshkuj janë përgjegjës, janë mbështetës të grave. Duke fillu nëna, motra, vajza edhe gruaja. Do me thënë që nëse unë nuk martohem, edhe rri të vllau im, ose tham unë dal me një banes, unë nuk martohem, ai martohet, krijon familje, a unë nuk krijoj familje, s'du mu martu. Po nëse unë martohem, unë prape kom një pjesë të trashëgimis, s'deshti të burri im. Kjo është një matematik, se burrat kanë përgjegjësi mbi nënën, motrën, vllaun, motrën, vajzën edhe gruan. Edhe nëse motra ime është vllau e ka motrën pozitë vështirë, ai lënë që ai e pasurin, po edhe thot motër po t'jap edhe